Dhe I bijem rreth rrotull idees. Edhe ti po rrumbullakon sa gjëra. Jo, unë po përpiqem të jem shumë I drejtë për drejtë. Jo, ti po përpiqesh të jesh shumë diplomat, shumë ambasador. Jo, jem shumë I drejtë për drejtë këtë herë, s'kam as I petka ambasador. Ti thua që mund të ekzistojë ky varianti, mund të kthehet? Po pra. Jo, se pyetët I bëj unë këtu, kur dalim për jashtë mund të pyetësh, po këtu I bëj unë pyetët. Po mirë, unë po. Ose kur të kesh ti atë podcastin tënd, do vi unë me shumë qejf. S'kam ndërmend apo asnjë. S'ke ndërmend. Po mirë, po të themi një projekt tëndin, po ja fuskot. Po thosha këtë që aq më shumë që dëpsohet Kosova së brendshmi, opsionet negative për të janë aty. Rënd, shumë rënd. Tani, vinte kjo Shqipëria jonë, te shteti am, që ata thonë Vjosa Osmani nuk e dia e gjove, kam ngelur speechless, ose si që thënë ata pa tekst. Kjo, se në gjonë një aty që një shumë mirë anglishten, speechless nuk përkthej, ne themi pa fjalë, në Kosovë pa tekst. Është bukur, mua më pëlqen shumë, pa tekst. Si himni. Ne jemi tha dy motra, tha, Shqipëria dhe Kosova, tha, dhe shkojmë në njerë keq, në njerë mirë, tha, po jemi dy motra, tha, se duhemi më shumë. Po mirë, presidenti e Kosovës, di që Shqipëria është shteti am, apo ç'a di presidenti e Kosovës? Po më habit, në fakt... Se ke dëgjuar këtë? Nuk e kisha dëgjuar, nëse e ka thënë... Po, e kam parë live, më. është lejthitje vere. Lejthitje vere? Po. Presidenti Osmani, ambasadori Çeku thotë lejthitje vere. Po sigurisht e them, sepse ashtu siç ka disa lejthitje dimri, që vinë nga disa koleg që flasin për kombin kosovar. Ç'është ajo kombi kosovar? Po pra të dy idiotizëm. Shiko, jo, s'është lejthitje. Shiko, ajo kombit kosovar, ajo është e pistë, është ndyrë. Ajo është teza më e ndyrë. Ajo është tezë serbe. Anti-shqiptare. Po pra, tezë anti-shqiptare. Absolutisht. Kurse kjo ka dashur të bëhet interesante dy motra. Nuk jemi dy motra, Shqipëria është shteti am. Dhe ne nuk duhet kemi kompleksin për t'i thënë botës që ndaj nesh është bërë padrejtësi historike. Dhe kjo është në arkivat britanike, në arkivat gjermane, franceze, amerikane, e kështu me radhë. Ne shpeshherë I kapim gjërat të fragmentarizuara dhe I çorodisim dhe ata që na dëgjojnë. Por në thelb ne duhet të jemi të vërtet, të tregojmë se kush jemi, si jemi dhe çfarë ka ndodhur dhe kompromisi që kemi bërë. Ish ambasadori I Shqipërisë në Prishtinë. Po. Parashikon për ta mbyllur këtë Kosovë, parashikon që një ditë të bashkohet me shtetin am Kosova, të bashkohet me Shqipërinë në një shtet. Përderisa ka ndryshime të mëdha në gjithë botën, pse jo? Absolutisht po. Ëndra e rilindasve është ajo dhe është korrigjimi një padrejtësie. Disa më gëzohem me këtë që më the. Nuk do them asnjë fjalë të keqe diplomatike për mënyrën tënde diplomatike. Jo, biles unë e kam bërë edhe e kam postuar pak me ironi. Jo, e di unë ato postimet e tua me sarkazm me ironi, se do të pyes për këtë romanin unë të bukur këtu, po kjo që ish ambasadori I Shqipërisë në Prishtinë thotë që një ditë do bashkohet Kosova me shtetin am pra me Shqipërinë, është e jashtëzakonshme. Absolutisht do të ishte një kontribut për paqen, do të ishte një kontribut për ekonominë dhe absolutisht nuk do të ishte asnjë lloj kërcënimi për askënd. Tani vim te ky fshati ynë Shqipëri, ë? Tani pyetja më e rëndësishme është, e ka ulur interesin Amerika për Shqipërinë? Nuk besoj, por shiko, çdo shtet është, shtetet janë si njerëzit. Kanë një energji të limituar, të përcaktuar dhe ka prioritete se ku do të harxhohet energji më shumë. Mendoj që Shtetet e Bashkuara kanë disa sfida njëkohësisht, kanë sfidat e brendshme, siç I keni parë, me çështjen e migracionit, me stabilitetin ekonomik e më radh. Agenda Trump është një agenda ambicioze dhe do shohim se si do të vijojë tutje. Ka patur sfida edhe në raport me bashkëpunëtorët, përfshi Elon Musk. Do të pyes për atë, do kemi ndërprerje publicitare në këtë moment. Publicitet dhe kthehemi sërish me Arben Çekun, diplomat, gazetar, shkrimtar, edhe për librin e tij Kandidati për kandidat. Do flasim së shpejti. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo.
Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi MoneyGram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimin MoneyGram në çdo zyrë dhe agjent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës në shorteun që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra në Diela Shqiptare në televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me MoneyGram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njëherë si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoheni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100000 lekë të rinj. Përdorni pra MoneyGram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë MoneyGram Akinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit, kthehemi në studio. Faleminderit edhe një herë institucionit monetar MoneyGram Akinvest për mbështetjen e emisionit Dekalog këtu në Dritare TV. Ambasador, 2 vjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa ambasador në Tiranë. Është extraordinary, thonë amerikanët. Çfarë ndodh? Pse edhe ne kemi lënë Vatikanin pa ambasador për disa vite. Çfarë krahasim? Kjo është nga bëjmë ato shortet në Beni. Po, Instagram. Shumë. Edhe kjo ishte si ajo e atij Axhi Qamilit që i thanë, ore, ke Gjermaninë kundër i tha, ore, e kuptoj fuqitë mëdha anglirët. Po unë tha kam kavajën, thash jakun, tha kam këto, tha. Edhe kjo jotja. Në fakt, shiko, e rëndësishme është që bashkëpunimi është institucional, është serioz. Ka patur një çështje që e kemi ndjekur që lidhe me kandidatin e mëparshëm, që pati një veto nga një senator dhe nuk u bë. Nuk arriti dhe presim tani që do të ketë një herim të ri. Jo, prit tani. Para një herë me David Kostelançik që besoj ju e njihni. Një nga diplomatët më në zë të State Department, që ka qenë madje me shërbim këtu. Do të ishte mirë për Shqipërinë. Pa ishte ndjekur për gjithmonë, është thonë. Besoj që po, sepse janë ndjekur të gjitha afatet dhe etapat. Ka patur një përpjekje maksimale për ta mbështetur, por nuk ka arritur. Dhe unë besoj që do të ishte mirë tashmë të kishte një kandidaturë tjetër. Jo, okej, po e di kush është ajo që mua më shqetëson? Nancy Valhorn, që është e dërguara me punë, e ngarkuara me punë, është një normalitet në mënyrën se si funksionon ambasada, zoti ambasador, por anormalitet për ambasadën amerikane. Pse? E krahasoj me Leila Mosesuan. Po. Ajo ishte pothuajse një ambasadore. Bënte deklarata, bënte reagime, shkonte në bar aktivitete, shkonte në SPAK, shkonte ku ishin mbledhjet e reformës drejtësi, ndërsa homologja e saj nuk ndodh kështu. Po, pak a shumë njërin qasje kemi edhe në Kosovë, ndoshta deri diku dhe në Maqedoni. Pse? Sepse ambasadorët në përgjithësi nuk prodhojnë vetë qëndrime dhe agenda. Ambasadorët ushtrojnë detyrat në raport edhe në sinkron me udhëzimet që marrin nga qendra. Dhe Departamenti i Shtetit në këtë periudhë ka gjykuar që mos të ketë një interferencë siç ka qenë dikur. Por me ne është problem, se ne jemi hyp në listë vrava zbrit nga listë vrava. Jo, dhe kur s'flasin është lajm. Por ne, kur janë aktiv, themi pse janë aktiv, pse ndërhyjnë, nuk i duan. Sa e bukur kjo. Sa po ato bëjnë detyrën e tyre të riqen, pa këto, pse s'ndërhyjnë, pse s'ndërhyjnë në Kosovë, thonë, ta zgjedhë, ja, po të ishte ambasadori filan, do të thristet. Jo, pyetja e dikush është për zgjedhjet këtu. Po. Bashkimi Evropian reagoi mbas 24 orësh dhe mbas 3 ditësh. Që bën deklarata, bla bla bla. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me deklaratën me një fjali kishte titull po pa tekst. 17 fjalë. Populli shqiptar bla bla bla, nëse të kujtoj. Tani gjitha këta të PD-sa e ka kundër Ramës. Ishte bërë tillë që të lexojë nga të dy krahet kundër. Pra, këto të Ramës tanë Mos Amerika po bëhet si Evropa? Me ne? Shiko, Amerika është një fazë transicioni dhe vetë Departamenti i Shtetit është një tranzicion njerëzish, konceptesh, strategjish. Unë besoj që do të ketë përsëri një qasje më proaktive, por varet nga zhvillimi. Më proaktive. Do kthehet. Patjetër. Tani vinte ajo që është diskutimi më i rëndësishëm. Zoti kandidat për kandidat. Çfarë po ndodh në Partinë Demokratike? Do të thonë ju keni qenë funksionari i asaj partie, keni qenë zëdhënës i
kryetarit Partisë Demokratike, zotit Berisha, dhe një nga njerëzit më paqëtor, më pozitiv në atë parti, dhe pastaj sigurisht keni ndjekur karrierën tuaj. Çfarë po ndodh në parti? Tani humbi dhe thotë s'kam humbur. Shiko, lidhur me pozicionin tim me PD-n, nuk është se kam qenë ndonjëherë në figurë, s'kam qenë asnjëherë antar i Këshillit Kombëtar, asnjëherë në kryesi apo në forume. Nuk kam patur asnjë pozicion tjetër publik të mbështetur nga PD përveç angazhimit në rikthimit në Ministrinë e Jashtme, se unë kam qenë në Ministrinë e Jashtme, jam larguar në 95-ën me vullnetin tim dhe kam shërbyer 2 vite si zëdhënës i PD-s dhe pastaj në zyrën e shtypit dhe në vazhdimsi sigurisht unë mbetem një demokrat më i vjetër se doktori 2 ditë. Sepse unë kam qenë student dhjetori. Dale, si ishte kjo, si ishte? Je më i vjetër edhe se Sali Berisha? 2 ditë. 2 ditë? Pse? Si shokët e mi, po kam qenë student dhjetori. Po pse kur erdhi Berisha? Berisha erdhi ditën e dytë. Në 12? Po e ka thënë vetë se ka qenë jashtë. Ka ardhur me Besnik Mustafajin. Po, në 12? Po, dhe mbaj me Bledi Goxhin kur e thirri, tha këtu kemi, tha profesor doktor Sali Berisha. Unë fakt kisha lexuar shkenca dhe jeta edhe po, i kam në arkiv. Kisha përfiturimin që është shumë i vjetër kur